Biblioteka e parë në gjuhën shqipe në manastir shënoi ditën e alfabetit të 22 nëntori me një sër aktivitetesh edukative ku fëmijët dhe prindërit u përfshin në punëtori krijueseshe të lexime të hapura, biblioteka linkese shndruar në një prej qendrave më aktive të jetës kulturore në manastir. Dhe ne duke pasur këtë parasysh, sot me mua në studio në mëngjes kemi vajzën nga Shkupi e cila ka qenë një nga iniciatorët, mund të themi me plot kuptimin e fjalës, Emira Selimi, për hapjen e një biblioteke në gjuhën shqipe pikërisht në qytetin e alfabetit në manastir. Përshëndetje Emira, mirë se erdhe në emisionin e mëngjesit Ritmi i ditës. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Atëherë fillojmë se ju keni pasur një sër aktivitetesh për ditën e alfabetit pikërisht në qytetin e manastirit. Mund të na tregoni më shumë lidhur me aktivitetet që kanë qenë pikërisht në këtë qytet? Në ditën e alfabetit kemi pasur 2 evente madhështore. Para ka qenë tribuna shkencore për unifikimin e abetarës, ka qenë iniciuar nga konsulli i nderit zoti Imer Selmani dhe nga ambasada shqiptare dhe ambasadori Dënjon Mejdani, ku përfshim pastaj edhe ne si bibliotek organizator, Instituti i Trashëgimisë Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve në Shkup dhe Muzeu i Alfabetit. Domethënë, ky ishte eventi i përbashkët që e bëm nga ora 11 deri në orën 15 që zgjati, që tribunat zakonisht zgjasin, kishte shumë të ftuar nga gjitha vendet, institucione, ambasadat e huaja e kështu me radhë. Hapja e eventit u bë me zogjtë e manastirit duke kënduar këngën e alfabetit dhe pastaj pas tribunës shkencore në orën 16 ishte planifikuar një program pikërisht në sallën oficerëve në manastir ku ishte edhe tribuna shkencore, një program për zogjtë e manastirit ku aty vetëm kanë recituar, kanë kënduar, ka qenë hapësira totalisht vetëm për zogjt, por ishte musafir nga Shqipëria edhe gazetari Marin Mema. Mund të na thoni se si u pritë këto aktivitete nga zogjt e manastirit pikërisht, por edhe nga prindërit dhe shumë UECK që ka pasur shumë pjesëmarrës edhe nga Shqipëria, nga vende tjera, mund të themi nga trojet shqiptare. Nga manastira si të ishte pritur shumë më mirë se erave të tjera, pasi që sidomos ajo në orën 16 ishte hapësirë totalisht për zogjt e manastirit dhe prindërit kur i shikonin fëmijët e tyre se si recitojnë, ata që janë prindë, domethënë edhe e din këtë ndjenjë, ishte jashtëzakonisht shumë e bukur, pasi që u bën një hapësirë vetëm për fëmijët, që ta kenë atë vetbesimin e tyre të performojnë, edhe të gëzohen fëmijët. Ishte jashtëzakonisht shumë e bukur, ku eventi orës 16 ishte hapësirë vetëm për manastirasit, realisht unë ashtu e organizova dhe ashtu pikërisht doli. Ndërsa tribuna shkencore ishte më shumë akademi, domethënë kishin hapësirë vetëm akademit për të diskutuar abetarët, pastaj në fund konkluzionet e kështu me radhë. Ishte një ditë shumë produktive, krahas vitit kaluar, pasi që vitin e kaluar ne e bëm në bibliotekë dhe kishim shumë musafir dhe nuk arritën fëmijët edhe të duken të performojnë siç e kishim planifikuar, por unë që vitin e kaluar ju premtova që nëntorin e ardhshëm do ta bëjmë në një sallë më të madhe ku do të kenë hapësirë më tepër dhe doli pikërisht siç e kishim planifikuar. Mund të na thuani se çfarë synoni të përcjellni tek fëmijët pikërisht në ditën e alfabetit, kur bëhet fjalë për zogjt e manastirit, kur bëhet fjalë pikërisht për shkronjat e alfabetit, e dim që 22 nëntori është dita e alfabetit. Çfarë synoni të përcjellin nëpërmjet kësaj dite tek fëmijët? Atë ndjenjën e krenarisë që asnjëherë mos të humbin identitetin e tyre, ta duan gjuhën shqipe, por biblioteka, ashtu siç edhe ata që ndjekin faqen e kanë vërejtur gjithmonë, ne çdo muaj bëjmë aktivitete kulturore me fëmijët në manastir, bashkëpunojmë jashtëzakonisht shumë me qëllim për të dhënë një mesazh tek opinioni kush e merr, domethënë kush e kupton më qartë që manastiri nuk kujtohet vetëm në muaj nëntor, por edhe gjatë muajve të tjerë. Dhe gjatë gjithë viteve të ardhshme, aq sa të kemi mundësi për të punuar, se ne nuk dorëzohemi asnjëherë, ky do jetë synimi jon që manastiri mos të manifestohet dhe mos të vizitohet vetëm në nëntor, por manastiri është një qendër shumë e rëndësishme kombëtare kulturore, sidomos për pjesën e kulturës kombëtare shqiptare, dhe aty aktivitetet duhet të bëhen gjithmonë dhe jo vetëm në muajin nëntor. Se në nëntor ne nuk mund t'ju bëjmë hall njerëzve, ndërsa muajve të tjerë sikur shuhet gjithçka, nuk na viziton askush më. Askush, domethënë. Askush, vetëm ne mbesim me fëmijët dhe prindërit.
Dhe prindin, do të thënë mund të themi që në bibliotekën Linkest janë vizitohet, keni vizitor në këtë bibliotekë? Po vinë zakonisht nga Shqipëria, më shumë vinë shkolla, me institucione arsimore më tepër, vinë në mënyrë të organizuar. Në mënyrë të organizuar vinë më tepër, vinë edhe njerëz kështu individ, por më së shumti vinë në mënyrë të organizuar. Nga Kosova vinë edhe ato, por jo më shumë se sa nga Shqipëria. Nga të Shqipërisë janë më aktiv në lidhje me këtë çështje, sidomos prej në momentin kur 22 nëntori u bë festë zyrtare në Shqipëri, u bë si e shpesh të vizitohet manastiri. Emira, mund të na thoni se sa e rëndësishme është për ju që brezat e rinj të themi të njihen me historinë e alfabetit të gjuhës shqipe? Unë prej kur kam shkuar në manastir, po flas vetëm për zogjtë e manastirit, pasi që me ato dhe punoj dhe i njoh tani më. Qëllimi im ka qenë të punoj vetëm me ata, pasi që me gjeneratën time ose të tjerave mendoj se edhe mund të nuk arrihet ndonjë gjë dhe kam menduar se ardhmja ju përket vetëm fëmijëve, ata janë perspektiva e të ardhmës për të bërë një revolucion në manastir dhe prej kur kam shkuar atje kam punuar vetëm me fëmijët, kam arritur një rezultat shumë pozitiv që fëmijët ta duan ta ndjejnë atë ndjenjën kombëtare dhe që të punojnë shumë për kombin e tyre, mos ta humbin gjuhën, mos të ndjejnë inferior ndaj bashkëqytetarëve maqedonas atje dhe të vazhdojnë gjithmonë ta ruajnë identitetin kombëtar. Pasi që në manastir pak situatave se siç e dimë edhe ne është pak e vështirë. E vështirë është. Mund të na thoni se a keni pasur bashkëpunime me shkolla apo me institucionet e vendit për të gjitha këto aktivitete që i organizoni pikërisht në muaj nëntor, por edhe gjatë vitit që keni pasur aktivitete të ndryshme? Kemi bashkëpunuar vetëm me klubin e librit të Strugës, biblioteka e Tetovës ka qenë që na kanë mbështetur për ideja me libra, i kanë qenë jashtëzakonisht shumë të mirë, por me institucione për të bashkëpunuar nuk kemi bashkëpunuar, ne mbahemi si organizatë jo qeveritare deri më tani, të shikojmë si do rrjedhë edhe më tej situata. Por biblioteka nuk ndalet, do me thënë jemi shumë aktive dhe nuk e kemi ndërmjet të ndalemi pavarësisht presioneve që mund të vinë apo situatave që mund edhe të ndryshojnë ndonjëherë me presione. Një vajzë nga Shkupi që hap një bibliotekë pikërisht në manastir. Dhe kjo është, mund të themi, për t'u përshëndetur, ndoshta si lindi një ide e tillë pikërisht për hapjen e një biblioteke në qytetin e alfabetit? Unë gjithmonë edhe në shkollë jam njohur për pjesën e historisë, kam dashur shumë edhe kam lexuar shumë edhe për manastirin edhe për Qiliazët, edhe gjithmonë doja të bëja diçka konkrete për atë qytet, se e dija se diçka mund të ndryshonte, edhe ideja për një bibliotek lindi spontanisht, domethënë në një moment kur ne kishim një tupim kombëtar në manastir me manastirasit, edhe tani në atë moment lindi ideja, duke marrë parasysh se ne jemi një popull shumë sensibilizues, menjëherë human, unë thash kështu, kjo nuk është humanizëm, kjo është çështje kombëtare. Në Shqipëri, në Kosovë, edhe në Maqedoni ka shumë raste kur nuk e dim për manastirin, fatkeqësisht, dhe thash në momentin që do nisej një me tillë, njerëzit do dëgjojnë për manastirin, 2, manastiri do bëhet top temë për shqiptari edhe ashtu ndodhi në fakt, dhe treta do jetë diçka që e kanë krijuar i gjithë kombi shqiptar. Do me thënë, kjo e bëri më të veçantë bibliotekën, që kur futesh në bibliotekë, ti atje e shikon se nuk e ka krijuar as Ministria e Arsimit, as Ministria e Kulturës, por e kanë krijuar gjithë kombi shqiptar, dhe kjo e bën pak më të veçantë. Por iniciatorja ishe ti? Po. Pastaj kisha edhe mbështetjen shumë të madhe dhe të partnerit. Normal se nuk mund t'ja dalesh edhe mban me gjithë këto situata të vështira, pastaj edhe duhet pjesa financiare kështu me radhë, se ne ishim të gjitha vetë i bënim. Sa ishte, të themi, e realizueshme ideja deri në hapjen e bibliotekës, sa ishte e vështirë, të themi, deri në pikën, të themi, të jarim qëllimin ku duhet aty? Periudhën që e kam përjetuar ka qenë ndoshta një horror, saqë ishte në një moment ku humba fare, domethënë, por ajo fuqia në Zot, besimi në Zot vetëm se filloi të shtohet, sikur nuk të lejon Zoti të ndalosh kur janë synimet e mira, më kupton? Edhe ka qenë shumë e vështirë dhe brenda këtyre 2 viteve, them 3 viteve, se nisma ka filluar që 3 vite, por që 2 vite është hapur biblioteka, unë gjithçka domethënë kam mbajtur sekret, nuk kam treguar
në opinion për vështirësitë që kam kaluar, si ishte terreni e kështu me radhë, por unë normal që diçka kam përgatitur për të shkruar dhe për të lënë pas, për të rinjët e tjerë në moshën time që duan të fillojnë në nisma kombëtare si kjo e imja e ngjashme. Pasi që me të vërtetë nuk të pret një kopsht me lule, por një kopsht me thera, mund të them. Mund të na thuash se si do ta përshkruani rolin biblioteka që ka pikërisht në qytetin e Manastirit? Sa është e rëndësishme kjo bibliotekë në manastir? Shumë do doja që këtu prezente ishte një prindër nga manastiri, por mund të transmetoj dhe unë atë që e thuan prindërit. Është bërë një qendër kulture për fëmijët, sidomos për prindërit. Fëmijët të socializohen ndërmjet vete, merren me aktivitete kulturore, zhvillojnë gjuhën, shkruajnë, lexojnë, bëjnë piktura të mrekullueshme. Ajo çfarë dua të potencoj është për zogjtë e manastirit që janë piktorë të mrekullueshëm. Her pas here edhe i publikoj pikturat e tyre në rrjetet sociale. Do me thënë, ajo çfarë i bën më të lumtur prindërit është biblioteka, dhe ato kanë filluar ta shprehin edhe publikisht këtë. Kështu që unë ta them edhe unë publikisht që do të marr rrugën deri në manastir dhe deri tek biblioteka për të parë nga afër zogjët e manastirit edhe për të njohur, për të parë të themi edhe ato që i kanë të gjitha dituritë lidhur me pikturën siç e thekë ti, për t'i parë nga afër, për t'i njohur më mirë. Mund të na thuash se cilët janë programet ose aktivitetet më të rëndësishme që i ka organizuar biblioteka gjatë gjithë vitit përveç muajit nëntor, që e dim që është një muaj kombëtar, që nuk ndalen aktivitete të shumta jo vetëm në bibliotekën, por mund të themi lirshëm në gjitha trojet shqiptare. Hapi i parë që kemi bë, domethënë se ne kemi shumë aktivitete, por çfarë më kujtohet më e rëndësishme është himni, domethënë bashkëpunuam me mësuesët që fëmijët ta mësojnë himnin dhe ne ju blem fëmijëve majica me shqiponja dhe i veshëm të gjithë fëmijët njësoj dhe ishte pjesa më emocionuese, domethënë ajo ishte në fillim, në fillim të bibliotekës. Pastaj kemi diskutuar libra, mblidhemi bëjmë punëtori për bukmarkere, mësojmë këngë shqipe, kishim koncert që ishte këngëtarja Miranda Hashani për të kënduar këngë të bukura. Vazhdimisht kemi domethënë aktivitete dhe tani edhe në një moment edhe nuk më kujtohen cilat sakt, por vazhdimisht ka. Janë të gjitha tek faqja e bibliotekës. Sa ka vizitor të themi biblioteka për të parë nga afër, për të njohur me bibliotekën, por edhe sa është interesimi të themi i fëmijëve, por edhe prindërve për të qenë pjesë aktiviteteve pikërisht në bibliotekën ku edhe ju e udhëheqësi? Sa ju përket manastirazve, është më mirë ta lëmë surprizë kur të vini veti në gjoni ata, se tani nuk dua të jem, domethënë dua të jem modeste dhe mos të flas vet, por nga Shqipëria, nga Kosova vinë, edhe nga Maqedonia vinë dhe i vizitojnë, ju duket interesante, pasi që tani për post muzeu të alfabetit vizitohet shumë edhe biblioteka është bërë traditë. Sa është e pasuruar të themi biblioteka me libra, me vepra? Në fillim, brenda një viti arriti numrin 30.000, tani ka arritur diku 50.000, vetëm grumbullot edhe nuk kemi rafte të mjaftueshme. Kemi ngecur duke porositur rafte të reja edhe për ta mobilizuar bibliotekën, domethënë për t'i radhitur ashtu siç duhet, por duhet ta potencoj që ka edhe libra që nuk është se kanë ndonjë peshë të madhe. Biblioteka në manastir për fat të keq ma ka mësuar vetëm një gjë të keqe, kjo përvojë që gjithkush mund të kishte guximin të shkruante libër. Ndoshta duke pasur i ke parë edhe librat nga afër, i ke shletuar, e ke lexuar. Unë gjëja më e tmerrshme që ka qenë, tani unë kam respekt për çdo libër, ajo libër është, por të merret gjithçka nga Google dhe të bëhet libër është absurde pak. Domethënë kam mësuar shumë gjëra. Mund të na thuani, Emira, se ka biblioteka projekte që synojnë promovimin e leximit të fëmijët dhe tek të rinjat? Absolutisht po. Edhe ne në manastir kemi një albanologe të shkëlqyeshme, mund të them është e vetmi albanologe në manastir dhe në Prespe, kështu si në rajon ku jemi ne atje. Dhe me atë, domethënë kemi shumë projekte të përbashkëta që duam të bëjmë në manastir. A me fëmijët ka qenë shumë e kollajshme, kush lexon ka një dhuratë dhe fëmijët me njerë, derisa të lidhen me librin, kjo ka qenë ajo metoda në fillim për t'i nxitur fëmijët. Sa është interesimi i fëmijëve për të marrë librin, për të lexuar? Shumë i madh, dhe çfarë jam brëm, domethënë bisedoja edhe me një mike, domethënë ajo çfarë më bën përshtypje, fëmijët e duan më shumë shkencën. Me njerë interesohen për medicinë, domethënë duan të lexojnë për zemrën, për trurin, edhe pse janë shumë të vegjël, edhe kjo mua pak më habit se
moshën që e kanë ato zakonisht duan të marrin, si që jemi mësuar në të shikojmë tek fëmijët e tjerë, libra që përshtaten me moshën e tyre, por ato dhe përpos që lexojnë për shkencë, e shikoj ata e shprehin edhe në pikturë. Të me thonë, interesimi tyre është edhe për të lexuar, por edhe shprehin në art atë çfarë ndjejnë. Talentin e shprehin edhe në art. Si mendoni se ndihmon biblioteka në ruajtjen të themi e identitetit kulturor dhe historik? Ja, zakonisht shumë. Biblioteka është bërë një qendër kulture kombëtare atje. Edhe fëmijët shumë janë të lidhur me bibliotekën, e duan shumë dhe kjo tregon një sukses shumë të madh. Dhe nuk do ndalemi asnjëherë. Këta fëmijë na kanë dhënë atë energjinë mos të ndalur asnjëherë. Pavarësisht se edhe atje në manastir ka pasur disa thumbime nga disa individ, kush është kjo nga Shkupi që erdhi për ta bë këtë. Në fakt ata nuk kanë bërë asgjë gjatë gjithë këtyre viteve, sikur tentonin ta dëmtonin bibliotekën me prapavija mrapa, por që unë nuk jam dorëzuar asnjëherë. Në rastin e fundit kemi kuptuar një sekret shumë të keq, por që kemi lënë për ta bërë publike pas një periudhe. Diçka që do të rënditet të gjithë opinioni shqiptar. Ka pasur shumë, jo nga maqedonasit fatkeqësisht direkt, ka qenë nga disa individ shqiptar. Dhe kjo është për të ardhur keq, si do të është shumë për të ardhur keq edhe do me thonë ti thuash një prindi mos shkoni atje, por shkoni te biblioteka e qytetit, është se kanë dashur t'i nxisin prindërit që mos i sjellin fëmijët tek unë, ka qenë një individ, po e tregova vendin se ku punon, bëhet skandal, më mirë mos ta tregoj, që mos t'i lejojnë fëmijët të vinë në bibliotek, por t'i dërgojnë tek biblioteka e qytetit dhe prindërit me njerë më informuan dhe thanë kjo është absurde pasi që ne jemi me vite këtu dhe biblioteka qytetit asnjëherë s'ka pas libra shqip. Dhe kjo është për të ardhur keq sido që tjetë? Tani nuk e kuptoj ma është çështje gjelozia apo është çështje diçka tjetër, do mbetet ditëve në vijim për të zbuluar. Sido që tjetë, për të lexuar një libër, qoftë në bibliotekën e qytetit, qoftë në bibliotekën në Limket, nuk duhet të mohuar. Unë për shembull lexoj edhe në gjuhën maqedone që e di. Libri është libër, domethënë është pasuri. Ne pasuria. Është pasuri, por disa njerëz aq shumë janë të ngulfatur nga ignoranca që s'kan lexuar asnjëherë dhe nuk mund ta kuptojnë këtë. Përndryshe ne nuk e kemi problem, kemi libra që na kanë dhuruar edhe maqedonasit në manastir. I mbajmë në bibliotekë. Domethënë keni libra edhe në gjuhën shqipe, edhe në gjuhën maqedone. Janë shumë pak në maqedonisht, por na i mbajmë edhe në maqedonisht që i kanë dhuruar, se ne nuk kemi frikë nga libri. Ka interes për shembull të themi nga pala tjetër për të marrë libra në gjuhën maqedone? Zakonisht futen me fëmijët, se për fëmijët edhe maqedonas kur e shikojnë se e kemi bërë si shkollë, bibliotekën me ngjyra dhe bankat janë me ngjyra, menjëherë kanë dëshirë të futen dhe pyesin a ka libra në gjuhën maqedone. Ne themi këto janë pak, por këto i kemi, na sillni po të keni edhe ju, ndoshta që ta fëmijë nga pala tjetër që janë të interesuar për të marrë pjesë në aktivitetet? Kanë dëshirë të interesohen, domethënë vizitohet biblioteka dhe deri tani nuk kemi pasur problem nga pala tjetër. Tash, vetëm nga disa individ shqiptar në manastir. Dhe kjo duhet të na shqetëson sado që tjetë se... Është shumë shqetësuese, për unë këtë e them, disa gjëra nuk duhet të mbeten në nënhije, për arsye se mund të ketë edhe shumë emirat e tjera që duan të marrin këtë rrugë për të bërë diçka për kombin dhe duan ta kenë parasysh që do t'i kenë këto pasoja, si të them, këto thumba si që kanë përjetuar dhe unë. Çfarë risish planifikoni të sillni në bibliotekë në të ardhmen? E keni fjalën për libra? Për libra, qoftë edhe për projekte, qoftë edhe për aktivitete të ndryshme. Kemi bërë listën e aktiviteteve për vitin e ardhshëm. Tani këtë vit do ta përmbyllim me një koncert për violin me fëmijët e manastirit, se ne kemi edhe artistë të muzikës, edhe pse janë të vegjël. Prapë te njëjta sallë, domethënë planifikojmë të bëjmë të gjitha aktivitetet, por pastaj menjëherë do nisim me pavarësinë e Kosovës, do bëjmë aktivitet për 7 marsin e kështu me radhë. Mund të na thoni se cilat kanë qenë sfidat më të mëdha për të ngritur në funksion të themi bibliotekën Linkes pikërisht në manastir? Ka pasur shumë sfida dhe tani po ja nisa ti numëroj të gjitha, do mbeti me gjithë ditën këtu. Para se të hapej ishte e vështirë, por më e vështirë ka qenë edhe kur u hap, domethënë për ta mbajtur ka qenë shumë e vështirë. Ashtu siç të potencova thumbat e disa njerëzve që tentonin ta dëmtonin edhe ta pengonin, vazhdimisht ka pasur vështirësi. Por gjithmonë ato vështirësit kanë qenë ajo forca ime, janë forcuar, asnjëherë nuk jam dëmtuar.
E mira, për në fund çfarë mesazhi do t'ju jepni vajzave, qoftë edhe të rinjëve, qoftë edhe djemve, që të marrin hapin një kësi lloj nisme ashtu siç e ke bërë edhe ti në të ardhmen, nëse kanë dëshirë, kanë ndonjë ide edhe ata. Që ta duan çështjen kombëtare për te asaj personale dhe që të mos dorëzohen asnjëherë nga vështirësitë që mund t'i u vinë nga anët të ndryshme dhe t'i besojnë vetëm vetes dhe jo askujt. Do me thënë njeriu arrin sukses vetëm kur jep komplimente vetes dhe kur nuk pret nga tjerët. Fatkeqësisht jemi të rrethuar nga një sëmundje tani mund të botrore, nuk është vetëm tek ne shqiptarët xhelozia. Prandaj duke marrë parasysh këtë virus që është shpërndar në mesin ton, është më mirë që njeriu të punojë vetëm me veten dhe me Zotin dhe me askën tjetër. Shumë mirë. E mira, unë të premtoj kështu publikisht, që siç e theka edhe më herët, që do vim do e vizitojmë bibliotekën Likes dhe do flasim gjërë e gjatë pikërisht për shumë aktivitetet, për projektet që keni synuar në të ardhmen që ti realizoni. Të faleminderit edhe një herë që ishet pjesë e emisionit e Ritmi i ditës. Faleminderit, shumë ishte kënaqësi.